teksa na la makina në mes rrugës dje, kur vjen vërdall shumë orë, rrugëve, kafeneve, autobusëve, kështu rafllon e mendon se ç'do bësh. Edhe celulari s'ka shumë bateri. Edhe më shkoi mendet Odisea, personazhi i famshëm i mitologjisë dhe i letërsisë vjetër greke, që 10 vjet rrugëtonte nëpërmes dhe për të gjetur Itakën e vet. Tani sigurisht jemi në shekullin 21 dhe s'kemi nevojë të marrim anije që na përplasin nga një shkop në tjetrin. Jo, na u duk pak vetja se Odisea dhe shokët e vet dje, por mbi të gjitha fillova të mendoj nga kënga simbolike se si ne si aktivistë i farkuptimi kemi shumë vite aktivizëm. E tha Albani që nga viti 2011 bëhen 14 vjet e pak. Edhe një farkuptimi kemi qenë si Odisea që kërkonin Itakën. Po Itaka jonë sigurisht nuk është një vend, nuk është thjesht një territor, por është një popull. Ne si aktivistë për 14 vjet kemi kërkuar popullin tonë, kemi dashur të arrijmë tek populli ynë, jo fizikisht, por shpirtërisht, dhe fatmirësisht vitet e fundit kemi dalë që të përparojmë, t'i afrohemi shumë Itakës tonë, popullit tonë. Sigurisht që peripecit ka qenë shumëta, sepse edhe faktorët që i kemi pasur dhe i kemi kundra janë të shumë. Nuk është e lehtë të kundërvihesh miliarderëve. U bë para ca ditësh, u botua një artikull në Shqipëri dhe tha lajmi matha, na doli një shqiptar në 2000 më të pasurit e botës. Po fal mundit ton, fal burrës ton, fal pasurive tona të përbashkëta që na i kanë vjedhur e tjetërsuar, edhe vendi më i varfër i Evropës, ose një nga vendet më të varfëra të Evropës, sepse jemi rrot me Ukrainën ku bëhet luftë dhe Moldavin ku mund të bëhet luftë, pas ka nxjerrë për fatin ton të madh, pas ka nxjerrë një nga miliarderët e kësaj bote. Po siç ju thash, ne po i afrohemi Itakës sepse po i afrohemi popullit ton, po i afrohemi pritshmërive të tyre, edhe unë jam shumë i gëzuar që nga doj që shkojmë, flasim me bashkëqytetarët tanë, bisedojmë, na shprehim solidaritetin e tyre. Dje po pristim autobusin në fazën e mesme të peripecisë sonë në Kanavi, edhe nuk na doli keq sepse patëm mundësi të njeheshim me të tjerë shqiptarë që ishin 20 qirokastra dhe të flisnim për hallet tona të përbashkëta dhe një farë kuptimi të bënim politik. Politik jo në këtë kuptimin e shëmtuar edhe manipulativ në cilën është bërë politika deri në sot në Shqipëri. Ma po pyesësh një bashkëqytetarin tonë se ç'është politika, sot një fjalë që thirret mendja, aq e keqe është. Por në fakt, me që jemi edhe në adheun e politikës, kuptimin e fjalës dhe të konceptit, politika vjen nga polisi, vjen nga përpjekja e qytetarëve të jenë të barabartë për të mirën e përbashkët. E në këtë kuptim ne duam t'i japim vlerën e dur politikës dhe ta shohim politikën si angazhim të njerëzve të ndershëm, të njerëzve të përkushtuar ndaj disa idealeve që kërkojnë të bëjnë më të mirën për vendin e tyre dhe për popullin e tyre. Rreth 60 vjet më parë, një president amerikan, cilin e vran Taziun, John Fitzgerald Kennedy, thoshte që mos pyesni çfarë mund bëj shteti juaj apo vendi juaj për ju, po pyeteni veten çfarë mund bëni ju për shtetin apo për vendin tuaj. Por mbase kjo shprehje ka pas kuptim në Amerikë, pse se në Amerikë shteti zakonisht bën për qytetarët, edhe në kopja e zakonshme thotë qytetarët tani bëni edhe ju diçka për ne. Në Shqipëri kjo frazë nuk ka kuptim, në Shqipëri populli bën pafundësisht shumë për vendin e vet, për shtetin e vet. E tha dhe Redi, 1 miliard e më shumë euro remitanca vijnë çdo vit nga vendet e Evropës, është puna, sakrificat, kursimet e emigrantëve shqiptarë që kthehen në Shqipëri, kthehen për të bërë atë punë që nuk e bën shteti i tyre. Kthehen për të paguar doktorët, infermierët, ilaçet, spitali që nuk e bën shteti i tyre. Kthehen për të mbajtur me pension prindrit e tyre sepse nuk e bën shteti i tyre. Pra në këtë sens nuk ka shumë kuptim të thuash në rastin ton mos pyet fare çfarë mund të bëj shteti yt për ty, po hajde pyesi vetëm çfarë mund të bëjmë ne për shtetin dhe për vendin tonë, sepse dora në zemër shqiptarët janë nga ata popull që shumë kanë bërë, edhe shumë vazhdojnë të bëjnë për vendin e tyre, për njëri tjetrin. Mirë, fatkeqësisht jemi qeverisur deri më sot nga keqja jonë, se nuk dua të ta ndy gojën të them llumi, po kam përshtypjen tani se llumi i kafes turke,
që pasi pi që ka për të pirë, aty ngjelet aty në fund, e politika shqiptare në vend kishte qenë më e mira, përfaqësuesja më e mirë e interesave, po edhe e karakterit të popullit të një vendi ka qenë më e keqja jonë. Shikoni politikanët kryesorë në Shqipëri, në rastin më të mirë janë mbledhur të korruptuar. Në rastin më të mirë kanë mbledhur 10 miliona ose 100 miliona euro. Këta janë më të mirët e politikanëve mbledhur shqiptar. Po të shkoni edhe më të këqij, ata edhe kanë mbledhur 10 miliona euro, edhe ka qenë trafikant drogë, edhe trafikant vajzash, njerëzish, vrasës, gjithçka do. Ky është parlamenti shqiptar. Njerëz që kanë qenë prokurorë, gjykatës, kanë mbledhur, kanë liruar njerëz turit e fitari, kanë amnistuar vrasës, këta janë elita i thënësit politike shqiptare. Dhe prandaj them që elita politike në Shqipëri, ose përfaqësuesit politikë në Shqipëri, për këtë dekada kanë qenë llumë ynë, vërtet llumë ynë. Po ta shohim që në kohë historinë tonë, ne kemi pas periudha historike ku vërtet ata që janë marrë me politikë kanë qenë më e mira e vendit tonë. Le ta nisim nga rivindja kombëtare, gjitha veprimtarët dhe çështjes kombëtare shqiptare, intelektualët, si thoshte aty kanë shkrirë pasurinë për Shqipërinë, kurse ka shkrirë Shqipërinë për pasurinë. Kështu që ka degraduar mjaft politika edhe mënyra se si është bërë në vendin tonë, prandaj kemi nevojë për një transformim të madh. E ky transformim sigurisht do vinë nëpërmjet ideve, nëpërmjet programeve. Lëvizja Bashki ka rriti prezantoi më së miri. Shtet zhvillimor, shtet social, shtet i drejtës, demokraci pjesëmarrëse, mrekullia vetë, po asnjë ide, besoni, asnjë ide nuk vlen 2 lekë. Në qoftë se ata që i bartin ato ide nuk janë njerëz serioz, ndershëm edhe të përkushtuar. Prandaj për ne kapitali më i madh politik është ndershmëria, nuk janë parat, nuk janë oligarkë, nuk janë të fortët, nuk janë të dhunshmit, nuk janë ata që kërcënojnë, nuk janë ata që premtojnë gjërat pa drejta. Kapitali më i madh në politikë për lëvizjen bashkë është ndershmëria dhe është përkushtimi për atë që është e drejtë. Prandaj përpara se të flasim për idetë, është mirë që të kuptojmë të gjithë bashkë se ekziston tashmë nevoja, edhe domosdoshmëria, jo vetëm nevoja për të transformim të madh dhe për të alternativë që në radhë të parë ka për të qenë një alternativë morale. Mes shumë çështjeve që unë doja të prekja, po që sigurisht kam për të prekur për të mos u lodhur edhe më shumë, është çështja e pensioneve, pse se përveç se kemi vite e muaj që studiojmë dhe protestojmë për këtë çështje, është ndoshta pika ku ngërthehen shumë nga probleme e Shqipërisë dhe dekadave të fundit. Nuk e di a keni lexuar diku, po patjetër e keni provuar lëkurën tuaj kur keni punuar në Shqipëri apo në Greqi, se sa pak të drejta kanë njerëzit e punës edhe shqiptarët në përgjithësi. Kemi një informalitet në punë që është skandaloz, domethënë sipas statistikave 1 në 2 shqiptarë në Shqipëri punon në zezë. 1 në 2 vetë, domethënë në 2 veta që punojnë, njëri prej tyre ka për të mbetur pa pension. Edhe nga që nuk kontribuon dot sot në skemën e sigurimeve shoqërore në Shqipëri, edhe ata që janë mosh pensioni, sigurisht nuk përfitojnë dot pensionin e duhur. Ne kemi ligje të mbrapshta, ne kemi ligje që i thonë një punëtori shqiptar që ti fillosh të kesh drejtë për të gëzuar pension në Shqipëri. Që të marrësh 100 euro pension në Shqipëri, duhet të kesh kontribuar të paktën 15 vite. Të paktën 15 vite punë për të marrë 100 euro pension. Nëse ke kontribuar 14 vite e 11 muaj, kesh mbijan thotë. Zoti të dhash, ka pas thënë poeti Ynë Vigjeni, kur ai i varë për rrugë të Shkodrës i kërkonte diçka zotërisë, dhe zotëria e thoshte Zotit dash, se sigurisht unë njeriu nuk kam çfarë t'jap ty, madje mund të të marr shumë, por nuk është kjo koha për të dhënë. Vendet e tjera, vendet e zhvilluara që s'kan probleme me informalitetin në punë, e kanë minimumin e viteve që ti duhet të kontribuosh për të gëzuar pension 10 vjet. E do them unë drejt të haj, kur në vende ku informaliteti është përjashtimi, të mjaftoj vetëm 10 vite për të gëzuar pension. Në Shqipëri ku shumica e punëtorëve në këto 30 ca vjet kanë punuar në zezë, këto duhet 15 vite. Dhe shqiptarët si popull i stërmunduar, e punëtorët shqiptarë në veçanti, kanë dhe një përvojë goxha komplekse punësimi. Sa shqiptarë kanë punuar 10 vite në Shqipëri, 15 vite në Greqi, 13 vite gjetiu, e ti mund të shkoj jeta 40 vite punë, edhe të përfundosh që mos e gëzosh do drejtën e pensionit një asnjë shtet. Pse? Sepse shteti yt
shteti shqiptar, është i gatshëm të bëjë çdo lloj marrëveshje me shtetet e tjera, përveç se marrëveshjen e pensioneve. Është i gatshëm me fjalë të bëjë një marrëveshje me Greqinë, thotë shtoni vëllezër, mos doni gjë gjithë brevetin e Jonit ata Adriatikut, merrni thotë. Vetëm na jemi në lekë dhe ne. Ose me shtetet e tjera të bëjë marrëveshje nga më pas. Pa drejta dhe rregullimitore. Ama mos kërkoj diçka shumë thjeshtë. Kërkoj që hajde një marrëveshje për pensionet drejt dhe haq. Nëse ti ke punuar 12 vjet në Shqipëri dhe ku diu 20 vjet në Greqi, apo 33 vite të njihen, sikur ke kontribuar në ditë të skem pensione dhe të marrësh një pension për aq sa ke punuar. Një nga përkufizimet më të hershme të drejtësisë është secilit hapur. Duket që në kodin e Hammurabit nga Babilonia gjen atë. Secilit hapur. E ne nuk kemi mësuar kur drejtën si shqiptarë, si njerëz të punës, pikërisht kur nuk na ka vënë hapur. Gjithmonë na kanë ngrënë hapur, na kanë ngrënë hapur puna, na kanë ngrënë hapur shteti ynë. Lere më pasaj shtetet e tjera, kur ti shkon dogan, e drejt dhe haj, edhe sot, në 2025-ën, ke frikë si shqiptar ku kalon dogan se mos të thejnë brapsë. Dhe jemi përfaqësues si partije politike, unë Redi jemi edhe pedagog universitetit dhe ka përshtypjen sa herë kalojmë dogan, kemi frikën që do na kthej dikush mbrapa, do i dukemi kështu si të rrezikshëm, të çuditshëm, njerëz pa shtet, njerëz që institucionet e cilëve nuk ju përgjigjen. Edi Rama ka dalë ka thënë do ju jap pasaportën evropiane. Por kam përshtypjen që ajo pasaportë që në fakt do na japi tjerës ka për na dhënë ai se nëse në këto 35 vite ne kemi dashur të hyjmë në Evropë, Evropa s'na ka qasur, tani Evropa do të na fusë edhe po deshëm ne të hyjmë brenda. Gjeopolitika është bërë aq komplekse, saqë Bashkimi Evropian me hiri me pahir ka për të zgjeruar, e do të na fusë aty brenda. Ju Edi Rama thotë do i merrni pasaportën për çfarë? Që tikni edhe ju, edhe ju që keni mbetur në Shqipëri, tikni nga sytë këmbë. Ne pasaporta na duhet në mënyrë që kemi dignitet, mos na trajtojë njëri si qytetar dorës 2 apo 3 në Evropë. Por ajo pasaportë nuk ka përshërbyer asgjë për asgjë nëse nuk dërmarim reforma të thella strukturore, ekonomike, të nxitjes së prodhimit bujqësor industrial, të ndërtimit të shtetit social në Shqipëri. Tani, meqense jemi në Greqi dhe unë kam qenë për zemër mendimin politike dhe filozofin e vjetër, më kujtua rrugës këtu Aristotelit, filozofi i vjetër grek, i cili shtonte një pyetje shumë thjesht, një nga librat e tij, Etika mos gaboj, e thoshte dorë çfarë do njeriu, çfarë do? Dikush mund të thotë, njëri do pasuri, tjetri do rinit përjetshme, dikush tjetër do famë. Po Aristoteli thoshte që gjitha këto janë qëllime, po janë qëllime ndërmjetme. Sa i kërkonte të gjente cili ishte ai qëllim që po realizove, nuk ke kërkon tjetër. Se paraja nuk të duhet në vetvete, ti nuk mund thuash mjafton të kenë para, se edhe paraja të shërben si mjet për të marrë diçka, edhe fama nganjëherë duhet si mjet për të arritur diçka. Dhe Aristoteli pyeste veten, cila është ajo vlerë ose ai parim që po e gjete, s'ke kërkon më tjetër. Edhe përgjigja shumë e thjeshtë, e thoshte lumturia. Asnjëri nuk e do lumturi si mjet për diçka tjetër. Të gjithë ne duam të jemi të lumtur. Duam të jemi të lumtur, se në momentin që je i lumtur, gjithçka tjetër është e kohë. Jo, kur bëhen sondazhe për pyesin ta që merren me anketime, i pyesin popujt, a jeni të lumtur? Dora në zemër shqiptarë nga vendet e fundit në Evropë, duket para fundit kanë dalë një sondazh. Pyet ai, a je i lumtur? Po, jo, shumica dërmojnë se thotë jo. Na kanë marrë lumturinë, na kanë marrë diçka kaq të thjeshtë, sepse po nuk patëm drejtësi, po nuk na u dha haku i punës tonë, po nuk patëm një shtet që i përgjigjet nevojave tona, po u shpërbën marrëdhëniet sociale për shkak të presionit, po u ndan familje, të cakteje ca ndej, ti nuk mund t'jesh i lumtur. Prandaj, po na pyes dikush, mërpo, çfarë doni të realizoni, cili është qëllimi juaj përfundimtar, jo vetëm në këto zgjedhje, po në gjithë përpjekjen tuaj politike, qëllimi ynë është ky, të mundsojmë gjithë njerëzve, të gjithë qytetarëve shqiptar të jenë të lumtur. Ti je i lumtur do të thotë ti je i pasur, ti je i lumtur nuk do të thotë të bësh nami, ti je i lumtur do të thotë ti ke plotësuar nevojat tua materiale, edhe të jetosh në kushte lirie, barazie, digniteti, marrëdhënies të shëndetshme sociale. Unë ju thash në fillim që nuk ka kuptim që thua shqiptarëve çfarë do bësh ti për vendin tënd, se aq shumë bëjnë do ran zemër sa që do vërtet guxim të madh.
Pro prapë se prapë unë e kam të guxime dhe dhe them, na duhet dhe i gjë e fundit për ju. Keni dhënë jashtëzakonisht shumë, 35 vite punë, 35 vite duke mbajtur një vend të tërë familje të panumërta, por na duhet dhe diçka për ju. Mbase jo për herë të fundit, por na duhet dhe diçka. Është mbështetja juaj, është vota juaj. Në 11 maj, ju lutem na ndihmoni të transformojmë vendin tonë.